كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Ky Kur'an kurs kemi filluar ndërtimin e tij në vitin 2015 natyrisht me ndihmën edhe përkrahjen e Dianetit të Turqisë, konkretisht Miftinisë së qytetit tëJallovës. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Prishtina Din Hizmetleri Müşaviri Sayın Bünyamin Albayrak, Saygıdeğer eşleri Sayın Zeynep Albayrak hanımefendi, İpek Müftümüz Sayın Müzdarif Bey, kıymetli bireylerimiz. Nderuari këshilltar për çështjet fetare në Prishtinë, Zotri Bünyamin Albayrak, zonja e nderuar zonja Zeynep Albayrak, Müftü İpek nderuari Müzdarif Bey, prindër të respektuar. Hatim ve öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'e geçme programına hoş geldiniz. Mirë erdhët në programin ton të përfundimit të hatmas dhe kalimit të disa nxënësve të Kur'anit në leximin e Kur'anit. Öncelikle sizin en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve onun başkalarına öğretendir. Hadis-i şerifin adeta hayat, bulunduğu bu güzel mekanın yapımından yaşamasına vesile olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Në fillim, dua të shpreh mirënjohjen tonë të sinqert për të gjithë ata të cilët kanë qenë shkak për ndërtimin e këtij dhe funksionimin e këtij vendi të mrekullueshëm, që duket sikur merr fjet hadithi i pejgamberit Muhammed alayhis salam. Më i miri prej jush është ai që i mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. Për ata që kanë ndëruar jetë, lusim Allahun që t'i mëshiroj. Oku, ey güzel çocuk. Oku, yer gök inlensin. Rabbimin buyruğunu melekler dinlensin. Lexo o fëmijë bukur, lexo që të ushtoj toka dhe qielli, dhe të dëgjojnë edhe engjujt urdhrin e Zotit ton. Değerli misafirlerimiz, të nderuar musafir. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumak üzere hatim yapan öğrencimiz Haris Şal'a davet ediyoruz. Tani eftonës zazin ton të cilë ka përfunduar leximin e Kur'anit, Haris Şal'ën. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من
ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Haris'e teşekkür ediyor. Kur'an yolunda uzun bir ömür diliyoruz. E falenderojmë Harisin dhe ju urojmë një jetë të gjatë në rrugën e Kur'anit. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İpek müftümüz Sayın Musti Arifay hocamızı davet ediyoruz. Tani ftoj müftyon e pe, Zotri Muslif Arifay një përshëndetëse. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sallim. Nderuar Mushavir Bunjami Al-Bajrak, Zonja Al-Bajrak, të nderuar ju mësuese që jeni kujdes për këta fëmijë të mrekullueshëm, ju prind nderuar, në veçanti ju voglush. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğerli müşavirimiz Sayın Bayrak hocamız, eşiyle beraber sayın değerli diğer hanım hocalarımız, öğretmenlerimiz ve diğer valilerimiz bu programda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ju thonë drejtën jam, nuk jam shumë emocional njeri, po jam çka pas me emocionoj jashtë mase. Gerçekten beni bu alanlar duygulandırdı, daha doğrusu. Bunları görünce kendim çok duygulandım. Para se me fillu, duhet të falenderojmë Padin Zot Gjellëshanu mas pari. Başlamadan önce ilk olarak Yüce Rabbimi teşekkür etmek istiyoruz. Yani gönülden bir teşekkür etmek isterim. Të gjithë ata të cilët e kanë përkrah këtë projekt. Bu projeyi bütün bize ilk baştan destekleyen kişiler, onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Nuk do t'ja kisha leju vetes me kalu pa përmend, me falendëru edhe me bo dua për rahmetlin Abdullah Vasmyce, rahmetullah aleyhi. Tabii ki bunları geçmeden saygıdeğerli şimdi diğer dünyada sayın eski müşavirimiz Abdullah hocamızı da onun ruhu için bir dua okuyacağız inşallah. Rabbim Allah mekanı cennet eylesin. Onu da teşekkür ederiz. Gjithë bashkëlltarët që 10 vite prej kur kemi fillu, kur e kem qitë kur temelin e këtij Kur'an kursi, deri sot, në veçanti, nuk është mirë me lavdu në sy, po s'kom qarës, më jeses për jashtë mëshavirin nderuar, i cili ka dhënë kontribut që ky Kur'an kurs duket kështu me këtë fëmijë është kontribut i jashtëzakonshëm me zotërisë që është me neve. 10 sene önce bu binanın temeli atılan ilk baştan diyoruz. 10 sene geçti, artık bu faaliyet bir durumundadır. Ve bu haline getiren gerçekten sayın müşavirimizi, Albayrak hocamızı teşekkür etmek istiyoruz. Desteğinizden dolayı vermiş olduğunuz desteğiniz ilk baştan sonuna kadar ve devam ediyor hala desteğiniz. Ondan dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Gjitha mësuesit cilët po dhonë kontribut jashtëzakonshëm, Aisha Celin, Albardha,
pranvera, të gjitha edhe ato që po ndihmojnë pastrimin në rregull, në veçanti ju prind cilët keni besu që kemi pas sukses edhe kam pas sukses me sukses. Prandaj faleminderit gjithëve. İnşallah İmam Zot na bashkon gjithmonë punë të hajër. Hocalarımızı teşekkür etmek istiyoruz. Velilerimizi teşekkür etmek istiyoruz ki çocuklarınız bizim bir emanet olarak bize verdiniz ve biz en güzel bir şekilde inşallah onlara güzel bir eğitim vermeye Allah nasip eylesin. Bize de size de yine teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Natyrisht gjithë kjo në koordinim duke falenderu edhe qenë mirënjohës Bashkësisë Islame ose Dianetit Turqisë, cilët na kanë përkra pa kompromis, po natyrisht edhe Myftinisë e Allahut, se cila edhe është donatori kryesor i kësaj ndërtese. Tabii bu binayı en son sponsor eden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yalova İl Müftülüğü'ne teşekkür etmek istiyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Allah ju shpërblet gjithë dhe inshallah gjithmonë bashkohemi në suksese. Teşekkür ederiz. İnşallah gelecek programında görüşmek dileğiyle. Hocamıza teşekkür ediyoruz. E falenderojmë për muftion e nderuar për këtë fjalim të bukur. Şimdi de konuşmaların yapmak üzere Priştina Din Hizmetleri Müşavir Sayın Bünyamin Alıbayrak hocamızı davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok muhterem müftüm, Musli hocam, hoca hanımlar, kıymetli aileler ve sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. I nderuar kryetari i Bashkisë Islame, të nderuar mësimdhënës, të nderuar prindër që jeni prezent së bashku me fëmijët, të gjithë ju uroj mirëseardhje në programin tonë. Yarının büyükleri, Heye'nin, Kosova'nın gelecekleri olan çocuklarımızı böyle neşeli, cıvıl cıvıl, mutlu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Me të vërtet neve na gëzon fakti se gjithë ta filizë të cilët do të jenë shembull për të nesërmën për qytetin e Pejës, me i pa në këtë gjendje dhe kështu neve aq sa na emocionoj edhe na gëzoj. Tabii şimdi Müftü Bey, Musli hocam biraz önce söyledi ama ben de bir şey söyleyeyim. Bu binanın, bu çalışmanın oluşmasında en çok emeği olan kendisidir. En çok emeği olan Muhammed kardeşimdir. Ben de onlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına teşekkür ediyorum. Unë e falenderoj kryetarin për gjithë ato falenderimet që i bani për ndërtimet e këtij objekti që ne gjendemi sot, por nuk dua ta harroj faktin dhe t'i falenderoj në emër të shtetit të Turqisë edhe hoxhen Musti Arifa, i cili ka qenë në njëjtën kohë dhe përkras edhe ndihmësi më i madh i bashku me ndihmësin e tij në këtë rast me mua, për të cilët i falenderoj për punën dhe angazhimin e tyre. Ben özellikle hocamın teşekkürüyle beraber siz kıymetli ailelere bize güvendiğiniz için, çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj përpos kësaj për me të vërtet për dëshirën edhe për dorëzimin atë kuptim që i keni pru fëmijët, këtu i keni lënë si emanet dhe ne do të mundohemi që këtë emanet me vlerësu edhe me punu me ta sa ma shumë që është e mundur. Ju falenderoj shumë për këtë kujdes që keni ndaj nesh. Sadece şunu bilmenizi isterim. Çevremizde birçok okullar var. Biz burada bir Kur'an kursu olarak hizmet ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi çocuklarımızın, nasıl tercüme edeceğim bilmiyorum, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişmelerini yani yarına en üst seviyede burada hazırlıyoruz elhamdülillah. Në rrethinën tonë kemi shumë shkolla, mirë po në këtë shkollë me të cilën neve gjendemi sot, që është Kur'an kursi me ta kifersoj, njëjtën kohë është një motor themi i cili do t'i prodhon gjeneratat e ardhshme në formën dhe mënyrën më të mirë. Çocuklarımızı yarına hazırlıyoruz. Çok güçlü olacaklar, bilgili olacaklar, Kosova'ya hizmet edecekler. Po i sigurojmë që fëmijët jemi të eduku për një të ardhmë të mirë, të cilët do t'i shërbejnë vendit tonë edhe Kosovës tonë. Fazla söze gerek yok. Ekilen tohumlar, dikilen fidanlar bugün meyve veriyor elhamdülillah. Faleminderit prej Zotit që gjithë ato të cilat neve jemi për kujdes për një kohë gjatë që i kemi mbill, sot realisht ne po i marrim edhe frytet e atyre të mbjelljeve tona. Bir de ayrıca bugün bizi
Kosova halkıyla buluşturan RTI televizyonuna da teşekkür ediyorum medya adına. Një fjalë falënderim të veçantë është edhe për RTI, i cili na u ka bashkangjit këtij eventi dhe e falenderoj për pjesëmarrjen e tij. Faleminderit shumë. Ju falenderit. Kalofshi mirë dhe program të mirë. Faleminderit shumë. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Falenderojmë Mishelin e nderuar për fjalën e bukur. Kıymetli misafirimiz, şimdi Priştine'de devam eden Ulu Cami'nin yapılmasına katkı sunmak için öğrencilerimizin kumbarlarına müşavir beye takdir edecekler. Të nderuar musafir, nxënësit tanë do t'ja dorëzojnë kursimet e tyre të këshilltarit të çështjeve fetare si kontribut për ndërtimin e xhamisë së madhe që po ndërtohet në Prishtinë. Kıymetli misafirimiz, şimdi öğrencilerimizin hep beraber Fatiha ve İhlas suresini okuyacaklardır. Të nderuar musafir, tani të gjithë fëmijët së bashku do të lexojnë suret e Kur'anit, Fatiha dhe Ihlas. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ediyoruz. Falenderojmë nxënësit tonë. Sıra Asya'da. Asya'da bize İslam şartları sayacak. Tani është rada e Asyas. Asya do të na reciton kushtet e Islamit. Hajde Asya. Kushtet e Islamit janë 5. Shahadeti, namazi, agjërimi, zekati, haxhi. Eşhedü la ilahe illallah, eşhedü en Muhammeden Resulullah. Asya'ya teşekkür ediyoruz. Falenderojmë Asya'nı. Şimdi Zeynep salavat getirecek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah razı olsun Zeynep. Sıra öğrencilerimizin Türkçe ilahisinden. Tani është rada e nxënësit në ilahin gjuhën turke.
çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Hatim duamızı yapmak üzere İpek müftümüz Musti Arifay hocamızı davet ediyoruz. Për duan e hatmës e ftojmë përsëri müftyon e PS Musti Arifaj. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وببركة القرآن العظيم وختم القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغنومنا يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم اللهم أوصل ثواب ما قرأنا ونور ما تلاونا هدية واصلة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولمن نويه لهم خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى اللهم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة Sigurisht se dikuj interesant çka ke bo dua. E kem lutë Allahin e madhëshëm Gjellashanu që këtë khatma ose këtë Kur'an që e ka përfundu ta ketë pranu i madhe Zot Gjellashanu. Inshallah i madhe Zot Gjellashanu e bën Kur'anin pranver edhe freski për zemrat tona. E bën Kur'anin shoqëruesin ton dynjata në ahiret. E bën Kur'anin ai i cili na i hjek hidhrimin, dëshpërimin, smundjet, gajlet, telashet, edhe na qëtë faqe barë për kësaj dynjaje, edhe takohemi faqe barë në ahiret me Allahun Rabbul Alamin. Allah inshallah na mundsof mu bashku sa më shumë e sa më shpesh kësi dua hatme. Tani është rradha e tortës që do ta prenë nxënësit së bashku. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Hadi bakalım bir alkışlayalım. Son olarak öğrencilerimizin hediyelerini ve medalyalarını vermek üzere hocalarımızı davet ediyoruz. Dhe në fund, për një shpërnda durata dhe medaljet të nxënësve tanë, ftojmë hoxhallarët tanë në skenë. Bujurëm hoxhallarımız.
Aferin, ulme. Tamam. Tamam. Al bakalım bisiklet senin. Al. Heh. Aferin. Ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen tuaj. Takojmë në radhët e ardhshme inshallah. Başka Yusuf'a verelim hocam. Hares Shoda. Sa vjet i ki? Pas. 5. E ke lexuar Kur'anin tet, a? Po. E ke bëhat, na? Po. Kush të ka mësuar Kur'an? Vat. Vet, a? A ka mësuar një mësuese? Po. A ke pas shtije më mësu shkollë? Po, a? A ka ndihmu prindin nona baba? Po. Po, a? Ka është dëmone ke lexuar ke komplement, a? Për sa kohë ke lexuar atë? Për një. A? Për një. Për një, a? Mashallah. Tash, kemi vazhduar në suplement në shka, po? Po, a? Ke shashka, është me njëve që mërë sëllë, po? Po. Ta ka gjatë me një bicikl, po? Po. A e këzu shke po biciklën? Po. Ky Kur'an kurs kemi fillu ndërtimin e tij në vitin 2015 natyrisht me ndihmën edhe përkrahjen e Dianetit të Turqisë, konkretisht Miftinisë së qytetit tëJallovës, të cilët kanë investuar që ky Kur'an kurs mu ndërtu. Pastaj ka qenë i paguës për shkak të pandemisë, afërsisht 2 vjeçare, kur ky nuk është funksionalizuar. Pastaj kemi fillu ky Kur'an kurs ka qenë fillimisht ka fillu me femrat, po ndërkohë si ka lind si ide, kemi propozuar se ndoshta kish me qenë mirë, me qenë edhe për mosha të reja dhe kemi fillu që 2 vite jemi të punu me fëmijë të moshave 4 deri në 6 vjet. Kjo e ka një arsye të veçantë për arsye se një pjesë aty në fëmijëve edhe kur fillojnë më rrit, po vazhdojnë me gjenerata, natyrisht mësim besimi është baza, sepse Kur'an edhe vetë emri është Kur'an kurs, natyrisht është Kur'ani, mirë po këto fëmijët edhe vajzat edhe gratë, sepse kur thënë prej moshës 4 vjeçare, pjesëmarrja e grave dhe femrave nuk është e kufizuar. Çdo moshë kemi që marrin pjesë. Mësohet Kur'ani, mësohet kohëve të fundit kanë filluar fëmijëve më mësu edhe teknologjinë informative aty në të vazhdive, pastaj edukatën e shtëpisë, edukatën e mirësjelljes, ju kanë filluar më mësu edhe një farë s'po di si të them një lloj vizatimi që thirret ebru, që është shumë i njohur që bëhet vizatim në ujë, aktivitete prej më të ndryshmeve, mësojmë edhe fëmijët, edhe vajzat me përgatitur ushqime, edhe po na kishte mjaft nxënës mjaft të interesuar për me çan. Sigurisht na kapaciteti jonë është ky që është, na afërsisht numrin e nxënësve kufizojmë në 40 fëmijëve të vegjël, në 40 veta për arsye se nuk kemi kapacitet me mbulu sa ka kërkesa, ndërsa grave dhe vajzave të rrituna numri mund të shkojë edhe më tepër sepse është lehtë i menaxhueshëm kur janë më në moshë. Disa fëmijë të vegjël kanë edhe kërkesa specifike, kështu që edhe me përkrahjen e prindve ka jetë mirë, jemi të kënaqur, ju jeshit dëshmitar sot kur një 6 vjeçarve që ka kryer Kur'anin, e ka bë hatme që themne, ka përfunduar leximin e Kur'anit, dhe të tjerë prej sot i kanë kryer fazën e mësimit të shkronjave dhe fillojnë leximin e Kur'anit. Po mundohemi aq sa të mujmë me dhënë kontribut që fjala e Zotit, po edhe edukata e mirë e pastër islame të mrijë në familjet tona. Dhe këtu ishte edhe ushqimi gjithçka, domthonë fëmia ku vjen thot gjitha shërbimet e nevojshme. Jo, t'ju them të drejtë tash të ndalem, na kemi menduar, nuk është që mungon mundësia, sepse duhet t'i falenderoj edhe shoqatën Bereqeti nave që kemi, shoqatën Bereqeti këtu e cila kuadrat Bashkisë Islame, e cila natyrisht Kur'an kursi funksionon kuadrat Bashkisë Islame të PS. Unë doja t'i falenderoj Miftiun e nderuar, i cili në një rast kur kemi ngec, na ka dalë time dhe kemi përfunduar dhe na ka përkrahur këtë projekte për përkrah vazhdimisht edhe kryemami i nderuar, i cili në vazhdimsi ka qenë rrjedh dhe ka përkrahur këtë projekt. Në çështjen e ushqimit e kemi lënë që fëmijët marrin ushqim prej shtëpie. Do të përgatisin nonat e veta,
natyrisht me koordinim me psikologën edhe mësuesat që janë këtu, se çfarë duhet e kanë një orar të cili ju preferohet nanave që fëmijët ti ushqejnë, cilën ditë çka ushqejnë, mirë po na ushqimin, edhe pse këtu her pas here ju japin pemë, ju japin lëngje, ju japin çaj, ujë, gjitha këto i kanë, mirë po ushqimin si ushqim, preferojmë që fëmijët me pru prej shtëpisë, ju përgatit nanat e veta ato çka ata dëshirojnë, natyrisht në koordinim me stafin këtu të cilët ju preferojnë nanave se çfarë duhet përgatise fëmijëve në ditët e caktuara. A jashtë me dole amara? Ai, vora.